Fundjavat janë ditët më të mira për mua për të përfunduar më shumë punë sepse kam disa orë më shumë ndihmë me djalin. Zakonisht punoj nga shtëpia, por sot shkova në një kafe sepse ndonjëherë në varësi të gjërave që kam për të bërë, përqendrohem më mirë. Së fundmi po lexoj librin Puna e thellë nga Cal Newport dhe më ka bërë të reflektoj shumë për mënyrën si punoj, madje edhe për mënyrën se si promovohet online kjo gjë, sidomos tek nënat me fëmijë. Kur punon nga shtëpia, është shumë e lehtë të biesh në grackën e multitasking, pak punë, pak shtëpi, pak fëmijë dhe në fund të ditës ndihesh sikur ke bërë shka, por s'ke përfunduar asgjë me vlerë. Ky libër më kujtoi që gjërat të mëdha bëhen vetëm kur punon me fokus të thellë, pa shpërqendrime. Dhe në fakt kjo ka qenë arsyeja pse unë vendosa të marr ndihmë me djalin, që të kem disa orë ku mund të punoj vërtet thellë dhe orët e tjera gjatë ditës mund të jem plotësisht prezente për të pa menduar për punën. Sepse për të ndërtuar diçka me kuptim, nuk duhet punosh gjithë ditën, duhet punosh me mendje të përqendruar. Nëse punon online, të rekomandoj ta lexosh këtë libër. Do të ndihmojë të kuptosh pse fokusi është superfuqia më e vlefshme që mund të kesh.